dy mik obstetër, ginekolog në maternitetin Koço Guluzheni janë marrë të pandehur nga Prokuria e Tiranës pasi akuzohen për neglizhencë në trajtimin mjekësor në një rast që përfundoi me humbjen e jetës së një foshnje dhe rrezik serioz për shëndetin e nënës. Sipas docës hetimore, ngjarja e ndodhur në vitin 2023 u denoncua nga pacientja, e cila pretendon se gjatë ndjekjes së shtatzanis nuk mori kujdesin e duhur nga stafi mjekësor. Hetimet kanë zbuluar se dy mjekët kanë treguar sjellje të pakujdesshme dhe duke mos respektuar protokollet standarde të ndjekjes, si dhe duke mos monitoruar shenjat jetësore të pacientes. Prokuria thekson se mjekët nuk kanë ndërmarrë ekzaminime të thedhuara apo masa mjekësore të përshtatshme për të përballuar përkeqësimin e gjendjes shëndetësore, çka solli për pasojë humbjen e foshnjës. Pacientja ishte shtruar në maternitetin Koço Guluzheni me diagnozë pre-eklampsi e avancuar që kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Organi i akuzës e cilësoi veprimin e dy mjekëve si shkak direkt të komplikacioneve të rënduara që rrezikuan jetën e gruas dhe humbjen e jetës së të posalindurit, duke ngritur ndaj tyre akuzën për neglizhencë në trajtimin mjekësor.